Pasoj të gjitha fshaprat e zonës së Kelmenit, nuset tona që kanë dalë në lop të kishës, me rastin e festës së shnapërtës. Ato përfaqësojnë Vërmoshin, Selcen, Tamaren, Brojen, Kozhnjën dhe Vuklin. Nusja ka qenë gjithmonë simboli i bukurisë, hieshis dhe i traditës sonë të lashtë, ndërsa Xhubleta mbetet një nga thesaret më të çmuara të trashëgimisë tonë. Në përfundim, do të bëhet përzgjedhja e nuses më të bukur të këtij viti dhe Xhubletës më të bukur. Fituesit do të nderojnë me një çmim simbolik, si vlerësim për ruajtjen dhe promovimin e traditës sonë. Kjo zgjedhje është e drejta juaj i dashur publik. U lutem publikut, napi menimin cila është nusja me bukur. E kini shtirë për mesi se janë tona bukura, për janë dhe të dhëtë me kanë me bukura. Për organizimin e lënjë kësisht, zonjën Dil Vaçaj bukurin që ka organizuar. Edhe populli, dhe gjithmonë shumë mëlle në lërën. Vitin tjetër shpresoj që kanë më kanë edhe më shumë, pa tjetër, se këtë vit është hera e parë, e në karo diçka si e jashtëzakonshme për qafën e përdedesit, se nuk është organizuar me festëve tonë dhe për nësë kësaj kishe, por gjithsesi, nuk është gurë. Falenderojmë pjesëmarrësit dhe veçanësi për shtrimin tonë për atë kulturë. Mendoj për sa me bukuritë e veçantat të nevojave malçore, gjitha janë bukura. Është e vështirë të ndajmë, por një do ta marrin, ashtu si edhe të logu i pjeshnës, mund ta marrin gjitha për një. Edhe për mendimin tonë, ka shumë sa me zonja Delë që na pëlqen shumë për nuset bukur. Armanda Delçaj, mendoj unë, edhe ka shumë sa konfitume me pjesëmarrësit e komisionit. Ashtë edhe një çmim tjetër për kostumin më të bukur. Edhe kjo shumë kostum i bukur, zonja Volaj, emrin nga thotëm Susetida. Faj, thotaj! Jo, na thome, po! Na u tuk të bukur e na u moshmenja se të bukuria e Volajve. A këto është vështirë se kostumet janë bukura, edhe vjeshën janë shumë bukur, po gjithsesi mendimi i përbashkë. Nusën për ne folë, i këtë djali i Vuklis edhe më duket bëllë mirë, bile. Falenderojmë publikun për vlerësimin, kjo është me jetë të tona, bukuroshet tona, tradita e moqma kënë nusën e fatë bukur me janë i peshqesh vogël i sapun. Kjo është jetë vjatë e me na fakë. Për Xhubletën po qojmë me stik të pushin me falë. A dila vaqë, falë. Anullohet. Unë me thonë vërtetën me qenë si juj dhe i mojë i trashëgoj Xhubletat, me thonë vërtetën, jalosh mendimin publiku cila ishte Xhubleta më e bukur, dhe këta e kanë sjellë si mas mendimit e me zonën ashtu duhur Xhubletën më e bukur. Inshallah trashëgojnë këto Xhubleta më të paspotim edhe ruar për e i brezit të ardhshëm edhe për e gjithë publikut të Kelmenit. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen dhe vajza e gëzov Xhubletën, inshallah ka një jetën e gjatë. Sofia nga Butaj, Kelmen me Metaj, i dhurën Xhubletës më të bukur edhe ky një peshqesh. Atëherë festa vazhdon. Kjo ishte hymja pjesa tradicionale e kësaj feste, sepse kështu është bërë logikisht, do si nusja me e bukur dhe pikërisht vërtet doli nusja me e bukur. Bravo. Mano, Alban. Edhe herë përshëndesim unë i mosh në pretja çdo fest. Unë morë qoftë.
Të dashtu në vlezën, motrat të ndërume. Mirë se vini sot në këtë ditë të shënume. Dita është në pretës që gjatë qindra vjeqare, ishte ditë e bekume, festa e vjeshkatarve. Bashkoheshin kelmensit në këtë ditë të male, për mesh, për logun me kange me vale. Në log të kuvendit bashkoj urtia. Në lojnat popullore bashkoj urtia. Me nuset në balë të logut rështohi bukuria, rritej në këtë vend tradita malështia. Kjo ditë e veçantë, kjo ditë e bekimit, dita është në pretës, dita e bashkimit. Sot përpulemi me respekt e ndirim për të pare dhe detyrim. Për të rinjallën bajt traditat e vlerat, pa ditën e shtapretës nuk ka kuptim vera. Sot i kërkojmë falje kësaj ditet bekume, nga falo dite male, se te për uvënume. Po shtojnë kudo ditët për argëtim, por kjo dita sotme ka të shenjtin qëllim. Ashtë ditë për ndërim, ditë për përkujtim, për brezat e në parve tanë që pushojnë në amshim. Që bashkë me veprat e vlerat më të mira, e rujtën këtë ditë feste në kohë të vështira. Nderim e respekt për ju që erdhët sot, shnapretja në bashkof në përdelet çdo mot. Në meshën e shenjë nderimi maj parë, për ju don Viktor i nderuar me shtar. U bashkofshim gjithmonë ashtu si sot, me gëzim, me bekim në jetë e mot. E falenderojmë nga zemra Gjovanin Lumen nga Amerika për këto vargje kaq të bukura për këtë ditë të shnapretës. Në traditën tonë, aty ku mblidhet populli, nuk mungon purvallja. Çdo hapje valles tregon një histori, një kujtim dhe një dashni për vendin tonë. Ju sjellim vallën e logut nga Francesc Shutaj dhe Genta Plumaj. Traditat tona janë rujt jo vetëm me këngë valle, por dhe me lojra popullore, që kanë sjellë gjithmonë gëzim e bashkim. Tash ju ftojmë të ndiqni lojën e bajrakut. Ky është një moment shumë i veçantë i kësaj dite. Një këngë e krijuar posaçërisht për festin e shnapretës nga poeti shkodran Ramazan Çeka, që përmes vargjes sjell nderim dhe dashnin për këtë festë të lashtë. E falenderojmë nga zemra për këto vargje kaq të bukura. Me lahut e këndon Luiz Gjerkaj. Oh
Tani kemi knatësinë të mirëpresim një tjetër artist nga Kelmeti. Me zërin dhe interpretimin e tij, ai ka qenë gjithmonë pranë festave dhe traditave të Velindjes. Ju ftojmë ta presim me një duar trokitje të ngrohtë këngëtarin Besnik Pepushaj. Me gjithmonë që kur përmendet emri, duhet me pas emocione dhe me të vërtet
që kanë emocione hera parë, e di pse? E di se primet shumë mirë thote jam pak 20 vite në skenë, por kanë emocione sot që knoj në logun e shtapetës qapë për delicë. E maj me ndikur, kur në thoshin hati këtu me knua, dishin me s'dishin. Edhe sot në falë një për një gjatë vogën. E di pse? A hera parë që organizojnë logun e shtapetës në qapë për delicë ma shumë vitesh. Një tradit e rikëthyme. Kur i kam thënë Patri Viktorit, me Zualin Plumin, si që një me vocin, edhe me mësë se dilen, ama në ka mundësin qapë dhe lesit në ba një vit me kësyre, që është një pak, je vështë në hangrë bëstan, me deshim ka e bëstan e dashin. A du me kësyre, a du me lujt, po thoshin. Edhe Patri Viktori, me Zualin Plumin me vocin, bashkë mësë se dilen, nuk po gjatëm shumë falje për muhabetin, por mirë su ka pru Zoti, e mirë se kini ardhë, e shtapeta unë një moftanve, që të bënë paqëksime, e bashkime, e faleminderit aty në diasporës, më duke shumë lërgë, di ka kenë kongë atyne. Me Ramazan Qeken kena me knokë prapë për ta. Jo kam bësh primen, jo atë kongë, u kam bësh shumë kongë atyne. U kam bësh shumë kongë liu që më duni. A di pse? Ven një rekë kujtë duhet të kitë një prapë për mu për asë me knua. Hajde, njështë të përë! Sytja, qova venit parëm doli, vajsken menit qari dhuratër, zët me vane, o syzeco, vajsken jane. Me ken kan ganimi pjall, vet për ty nuk di me unal, s'kan than kotë vene për ven, nuk kushmer, nusen ken me. Nuk kushmer, nusen kelime. Patri Viktori, kërë e dërojnë në pjallit, a mojte, në kërkova, hati në të në kush. Sotit, se dhe kërë pabu. Qoj! Bësha fojem, thani pjalli, gjën kelimeni, basur dal, rujse syni, lene beqar, nuset bukur, për me marë, orin e daqni, nuset bukur, hajde bere, një qen duke. Me ken kan ganimi pjall, vet për ty nuk di me unal, s'kan thën kod, vene për ven, nuk kushmer, nusen kelime. Me ken kan ganimi pjall, vet për ty nuk di me unal, s'kan thën kod, vene për ven, nuk kushmer, nusen kelime. Shkani, kanë marak, veç një munesh, me pas prap, krejt kelmenit, me i ramar, qitë kun gjenus, se për djarë, da që bjën i tina, da se shkane, erin broje, me ta mare. Me ken kanë ganimi pjall, vet për ty nuk di me unal, s'kan thën kod, vene për ven, nuk kushmer, nusen kelime. Me ken kan ganimi pjall, vet për ty nuk di me unal, s'kan thën kod, vene për ven, nuk kushmer, nusen kelime. Hajde lëvësh në patës të shava, besoni, sa të vjetë, sigur zose, vin për verja shtu jon,
pusha zemrën e plot me dore pusha zona males kale pusha me ke kanganimi pjall vet për ty nuk di me unan s'kan fan kall veni për i ven lum kushmer nusen keni me ke kanganimi pjall vet për ty nuk di me unan s'kan fan kall veni për i ven lum kushmer nusen keni Do të shkojmë prapë, do të shkojmë atmosferë, do të kërcejnë, do të kene atmosferë që ju vetëm do të gëzoni dhe besoni. Dita e shnapatës, logu e shnapatës, ka më kanë sot prima një bukur. Apo fil? Faleminderit.
Një surprizë e veçantë ajo ndoshta nuk pritej, por ishte mirë e menume dhe mirë e organizume. Kush do dali para jush, le ta shikojmë. Një tradit që nuk mund të jetoj pa brezin e ri që po rritet. Këto vajzat e vogla janë buzëqeshja e së ardhmes, janë vazhdimësia e kulturës sonë dhe dëshmia se ajo që na kanë lënë të parët tanë do të vazhdoj të jetoj. Një duar trokitje për këto vajza kaq të bukura. Dëshirojmë të ndalemi pak për të shprehur mirënjohjen dhe falenderimin tonë për gjithë ata që kanë kontribuar që kjo festë shtapretës të visot kaq e bukur dhe organizuar. Një falenderim i veçantë shkon për bashkëvendasit tanë në Mërkim, e veçanërisht për Lepushagjin në Amerikë, të cilët dhe pse larg vendlindjes vazhdojnë ta mbajnë gjallë lidhjen me vendin e tyre dhe të kontribojnë me dashni për traditat tona. Falenderojmë nga zemra dhe kontribuesit e drekës të kësaj feste, Nikolin Cekaj, Gjok Grishaj dhe Rush Drago, për mbështetjen dhe bujarinë e treguar. Por lista e falenderime nuk mbaron këtu. Pas këtyre fjalëve, dëshirojmë të përmendim dhe të falenderojmë me radhë të gjithë kontribuesit e tjerë, të cilët me ndihmë, përkushtim dhe mbështetje e tyre kanë dhënë kontributin e vet për realizimin e kësaj feste. Me respekt dhe mirënjohje po I lexoj emrat e tyre. Marin Kol Alia, $1.000. Anton Tinaj, $1.000. Dritan Pjetër Drago, $600. Ilir Grishi, $200. Pierin Nachaj, €50. Dot Drago, $50.000 lek. Një mirënjohje veçantë shkon dhe për Alf Drix, për gazetarin Kozeta Bruqi dhe drejtuesin e televizionit Rush Drago. Për përgatitjen dhe realizimin e dokumentarit kushtuar kësaj feste. Ky dokumentar do të shërbejë si një kujtim I bukur dhe si një mënyrë për ta ruajtur e për ta përcjellë me tej këtë traditë. Ju falenderojmë nga zemra të gjithëve. Nga historia dhe trimnia e të parëve tanë, vjen një tjetër paraqitje plot fortë dhe mallështi. Ju ftojmë të ndiqni vallën e shpatave. Është kënaqësi t'ju prezantoj një këngëtar të dashur për treven e tij. Edhe pse sot jeton në Shkodër, ai kur nuk e ka harruar vendlinjen e tij, Kelmendin. Sa herë që organizojnë festa e veprimtari në Kelmend, ai është gjithmonë I gatshëm të vijë e të këndojë me zemër, duke mbajtur gjallë traditat dhe dashurinë për vendin nga vjen. Ta mirëpresim me një duar trokitje të ngrohtë këngëtarin Daniel Lumaj.
Edhe jurë për shaskrejtve, jurë mirë sëllardje në këtë lok të bukur të Shnaprenës dhe ju një muft kjo dit e madhe e Shnaprenës zilde. Ajde shkojmë! Pasat bukra shtatë Servia Ej, mi përshtet, o projet e mia Ej, pazar Shkodrës more në lupak Botin këllmen shkret e kastrat Botin gruden po jetë puqit Trish motësie, fusht e shtusit Me durate pret marësia Ku janë fort bese podemia U ke krype facet par Ej, thot malësor O mirë se ke arme I kaj tu burrat në huta Këtu në kelmen s'di qka shputa Dërën qëtë gjithmon për mikun Me parun kanë pritan mikun O një të praqit e malësia Ej, mi përshtet, o projet e mia Madrid bane atje tjeli e hanam Unë kelmen e kum lindin anam Atje ka hanë pa e votër Babelan shpi edhe votër Atje ka dhe të part e mi Ej, cjela një të përshim gari Poj manë si time dhe kërore Mande qicit në lupak Shumë manë sorte në veçak Lutë linu le përbi Kura trima do për liri Që vërshi pes duke trime Ej, përshën të t'ma O mare maksim time njore Atë nga ka rodhe në prezentuesja. Sot këtu kemi bashkuar të kaluaren, të tashmen dhe të ardhmen. Kjo është festa ku brezat takojnë dhe tradita vazhdon. Ju sjellim për ju vallën e brezave.
Çdo rrugtim i bukur nis me një hap të vogël. Sot kemi kënaqësinë të mirëpresim një zë të ri, një vajzë të vogël që po hell hapat e parë në rrugën e bukur të muzikës. Dëshira e saj është me vazhdua karrierën e saj me shoqatën Tonje Ivone Kelmeli. Me shumë dashni dhe mbështetje nga publiku, le ta mirëpresim një talent të ri që premton shumë në të ardhmen. Nga Puthajt, me ju është Eli Ahmetaj. Jam si lula bjeske, hej, hej lula malsia.
Mirëpresim grupin me një valle të kënume.
Një lojë ku bashkimi dhe forca tregojnë shpirtin e garit. Le të fillojë tërheqja e litarit. Të dashtën miq, sot nuk u mblodhëm vetëm për një festë, por për të ndëruar kujtesën, traditën dhe shpirtin e një krahine që ka ditë me rujt vlerat ndër shekuj. Shtaprendja na bashkohet gjithmonë me dashuri, harmoni e gëzim. Ju tojmë të bashkojnë të gjithë me grupin e vallëve, sepse kur bashkohet loku, bashkohet dhe zemra e njerëzve. Pas kësaj, vazhdon festa me këngë muzikë për publikun nga Besniku dhe Danieli. Rojli